Të nderuar vëllezër, sot kemi në radhitje të librit për shkrimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, normal në pika të shkurta, atë sa na jep mundësinë koha, po hadithet e përgjedhura janë këta në vijim. Transmetohet nga Anas ibn Maliku radiallahu anhu, thotë kur usmor pejgamberi alayhi salatu wassalam në shtratën e vdekjes së tij, nuk dilte për me fal namazin me xhamat. I shtrim shtrat. Edhe ditën e hanë, thot, kur na u lidhëm namaz, ai e heki perdën prej dhomës apo shtëpisë së tij, ku po qëndronte. Edhe pam pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili ishte imam, u tërheq, thot, një hap mrapa, me i thonë, me kuptu pejgamberit alayhi salatu wassalam që me dal imam. Por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk erë në xhami, mirë po bani me shaj, qëndra aty, vazhdoni namazin. Edhe thot, kur e pam pejgamberin alayhi salatu wassalam, u gëzum shumë. Tu mendu që ka bo ma mirë pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe me vazhdu, dhe më thonë, stabiliteti, gëzimi, jeta, shpallja, etjer, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po thot, kur nuk pranoj me dal imam, u mërzitëm. Pastaj thot, po në atë mbramje, Resulullah sallallahu alaihi wasallam vdeq. Këtu ka përmend Enesi, një prej cilësive të Resulullahit, tha, kur ja pash fytyrën e tij që po i bënte nur, i ngjante një fletës së mushafit. Këtu ulemat kur e kanë komentu këta, kanë thonë, aq ka qenë fytyra e bukur, e heshme, që zhvizlën një fletë e mushafit, ashtu ka vizlu edhe fytyra pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili kur po na shifte, buzëqeshe. Të përmendim edhe hadithin tjetër, po ashtu në Buhari, njëjtë nga Enesi, ku thot, ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam njeriu më i bukur. Dhe ka qenë njeriu më trim. Po ashtu ishte njeriu më bujar, sa njëherë në Medinë ndodhe një frikë, duli pari, akoma na pa dalë më u marrë me rastin, me zhurmën, ai veç u kthy edhe tha, s'është kur gja, nuk ka rrezik. Tu ka përmend 3 cilësi. Njeriu më i bukur, njeriu më trim, edhe njeriu më bujar. Bukurinë Allahu xhaleshanuhu ja ka dhënë, sikur se jep gjithë secilit njeri. Kurse 2 cilësitë e tjera, njeriu normal natyrën e tij duhet mi pas, por është që i kultivon edhe trimrin, edhe bujarin ose fisnikrin. Të nderuar vëllezër, çdo 2 cilësi, trimria edhe bujaria, në Islam përmenden edhe do tjera, po ajo që mu po më intereson me shtu është edhe nderi, morali. Këto 3 kur bashkohen, një burr e bëjnë tamam burr, nuk e lën veç mashkull. Kanë qenë edhe të sifate të 10 cilësi, që kur i kanë bërë poezi, kur i kanë shkru në garat e poezisë në Mekë, para ardhjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i kanë përmend 10 cilësitë e burrit. Tamam. E një prej tyre kanë përmend edhe çto që i ka pas Resulullah sallallahu alaihi wasallam, trimrin, bujarin edhe nderin. Trimria pa nder nuk vlen, se njeriu bëhet rrugaç.
edhe shkon në për harame. Edhe kundërta, nuk mundesh më kon fisnik e bujar, kur je frikacak. Tutesh për rrezikut, tutesh për armikut, tutesh për dekes, etj. Gjithsesi, ne po na interesojnë më unal të këto. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka dhënë bukurinë aq madhështore sa bukuria e tij është bashku me burrni, edhe me sifate, cilësitë e liderit. Përkundër një bukurie të Jusufit alayhi salam, e cila është bashku me dashuri nga gjinia femërore. Për dallim, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pasur atë bukuri e cila është përzi me burrni, me madhështi, saqë ka ardhur një herë një grua te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe i ka propozu martesë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por aq ka qenë madhështor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ajo grua nuk ka mujt me e këshyrë në fytyrë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Përkundër Jusufit alayhi salam, që e kanë bërë hilen edhe herën e parë edhe herën e dytë kur i kanë prej durët e veta. Prandaj kemi transmetime se sahabët nuk kanë mujt asnjëri me këshyrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në sy. Nga madhështia, thonë sahabët, apo transmetimet përmendin, se kur pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka heqë syt prej neve, i ka heqë syt, nuk na ka këshyrë çetërka, na çatëherë ja kemi lëshu syt edhe e kemi ngop synin ton me shikim në fytyrën, në nurin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Para mendon në shtratin e vdekjes, çat ditë po vdes, edhe po i vizllon, po i shkëlqen fytyra me nur i cili buron nga devotshmëria, vllazën. Këtu është fshehtësia, dallimi i një bukurie që buron nga devotshmëria prej një bukurie e cila thjesht buron nga një zbukurim, po tham kështu i jashtëm edhe natyral. Prandaj besimtarët me sejdët e tyne e hieshojnë veten. Me sejdë. Këto e ka vërtetuar Allahu xhaleshanu në Kur'an, ku Zoti ka thonë shenjat e sejdës i vrejnë fytyrën e tyne. Dietarët të gjithë janë pajtimit se ibadetet reflektojnë dritë, nur, dhe ibadetet reflektojnë respekt, dhe ibadetet reflektojnë nënshtrim. Një njeri i cili me Allahun azza xhali ka punë të mirë, e ka hieshu veten me avdes, non-stop me avdes, e ka hieshu veten me vepra të devotshme, nuk ka mundësi që fytyra e tij me reflektu zi edhe terr. Përkundër një mëkatarit, zakonisht prej veprave më të këqija që reflektojnë terr në fytyrë është amoraliteti, zinaja, edhe alkooli me familjen e vet, droga e të ngjashme. Prandaj Zoti xhaleshanu njerëzve që e kanë humb turpin nga Allahu, e kanë humb marrën, Allahu ja unzin fytyrën. Prandaj këshilloj veten time dhe juve që edhe të fëmijët tanë, edhe të familjarët, të kemi kujdes të këshillojmë që mu hieshu me ibadete. Mos me pas rana gënjeshtra hise në personalitetin e tyne. Vazhdojmë, pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte njeri më i bukur. E dyta, ishte njeri më trim. Këtu trim, si mos me kanë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kur atë që ka pasur mbështetjen edhe bindjen të Allahu, sa është e pa imagjinueshme
me qatë bindjet që ka pasaj, është e pa imagjinueshme më tut. Është e pa imagjinueshme. Ai ka ditë që Zoti e ka jetën e tij në dorë. Ai ka ditë që Allahu e ka caktuar vdekjen e tij. E ka ditë që as para as mrapa nuk i vjen vdekja. E ka ditë që rreziku është në dorë të Allahut. E ka ditë që çdo send që bën apo që armiqtë e bëjnë, çdo plan kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahu ka thonë në Kur'an, bëjnë plane kundër teje, unë i bëj planet kundër tyne. Atër, parimisht, një njeri që e ka të zemrën e mbusht me Zotin, me frikën e Allahut, me dashuri për Allahun, me mbështetjen e Allahun, nuk ka mundësi që ai më tut për dikuj tjetër. Gjithashtu transmetohet se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas fuqinë 30 burrave. Ndërsa Musa alayhi salam, që është përmend në transmetim, ai ka pas të 10 burrave. Edhe ishte njeri më bujar. Bujaria apo fisnikria bashkohen në disa pika, apo në shumicën e pikave në mesvete. Ti je njeri bujar, domethënë të mos tutesh prej rrezikut. Ato që e ke, ta japësh sadak, ti ndihmosh njerëzve. Normal ka kushte, sa me dhënë dhe sa me majt. Edhe ku i ke obligim mas pari me dhënë, pastaj me kalu tek të tjerët. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çaq ka dhënë sa kur kanë shkuar kanë përshkruar njerëzit personalitetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kanë thonë ai t'jep ndihmë, sadak. Qatë sa 2 përshkrime janë. Qatë sa ti ma nuk tutesh për fukarallokut. Dë ban të pasën, t'jep qatë shumë, sa ti sa t'jesh gjalla ke hek gajlen e fukarallokit. S'ki më tut ma. Edhe transmetimi tjetër, t'jep qashtu sa janë çudit njerëzit, ky njeri atu tut për fukarallokitve. Çdo sen për jep. Hiç për ka gajle, hiç për tutet. Edhe normali ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto pse po kthehen prapë te mbështetja në Zotin. Një njeri i cili e din që rreziku i Allahut, rreziku i tij është në dorë të Allahut, nuk tutet. Gjithmonë po them, nuk nën kupton kjo që me kesh përdor edhe me dhon kret, se Allahu ka thonë Kur'an, as mos e shtrin kret dorën, as mos e mshel kret dorën, mos e mbyll. Po mes kësaj gjajë një mesatare, kur duhet me dhon jep, kur duhet me rujt për familje run, kur duhet me dhonë për një hall, për një smundje e jep. Dalim tek hadithi tjetër, ai me kën ka përngja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi me disa versione, është udhëtimi apo përshkrimi i udhëtimit të Resulullah sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Xhamin Aqsa, pasaj prej Xhamis Aqsa deri në qiellin e 7 dhe takimin me Zotin Xhaleshanuhu. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndodhur dy takime me njerëzit më të mëdhenj të botës. Para mendoni, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka nejt me një xhami, është falë me një xhami me kret më të zgjedhurit e dunjas. Kret vllaznit e tij pejgamber. 124.000 pejgamber, Allahu Xhaleshanu i ka sjellë në xhamin Aqsa, dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam është bë imam i tyre, i ka falë 2 rekat namaz duke u prinj atyne. Ky është takim që i përgjithshëm, që nuk i ngjan asnjë takim tjetër i askujt në botë. Mas këtij takimi, në një vend akoma më të mirë se sa ky, dhe me një person më të veçantë, pejgamberi alayhi salatu wasalam është taku në qiellin e 7. Për ata që e din historinë, pejgamberi alayhi salatu wasalam se cilin qiell është taku me dikën nga profetët. Në të 6-ën është taku me Musa alayhi salam. Kurse në të 7-ën është taku me Ibrahimin alayhi salam. Kur i ka thonë, kur ka trokit Xhibrili alayhi salam në dyrët e qiellit, i ka thonë meleku kush është? Thot jam Xhibrili, bashkë me mua është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ja është qel dera.
e qiellit. Edhe aty thot e kam taku Ibrahimin alayhis salam. Thot mas shumti që kam përngjall me dikën është përngjasimi im me Ibrahimin alayhis salam. Transmetimi përmend se fizionomia të dyve thuj se ka qenë 100% e njëjtë. Se e dini pejgamberi alayhi salatu wassalam ka preardhën prej Ibrahimit përmes djalit të tij Ismailit. Përmes djalit të tij Ismailit. Pastaj në mes Ibrahimit dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është Adnani. E prej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deri te Adnani dihet 100% emrat e gjyshërve dhe stërgjyshërve, i din librat, janë të shënuara. Prej Adnanit deri te Ibrahimi alayhi salam, pastaj ka diskutime edhe mes ulemave edhe debate. Kur e ka taku këtë bab të tij, i ka thonë Gjibrili alayhi salam, shko fali, se ky është baba yt Ibrahimi. Të dytë janë Khalilullah, dostat e Allahut. Dostat e Allahut. Kemi thonë Khalilullah edhe Habibullah dallon. Khalil është grad më i lartë. Nuk ka grad që përshkruhet robi në afërsi me Zotin më të madhe se fjala Khalilullah. Khalil është dashuria që elaboron nga imani, nga respekti, nga frika prej atij të cilin e do. Resulullah sallallahu alaihi wasallam çat shumë ka dashur Zotin, edhe Ibrahimi alayhis salam se Allahu i ka marrë për dostat vet. Për të dashur vet. Thot, më tha Ibrahimi alayhis salam, ose para kësaj, thot e pash Ibrahimin të ulur dhe të mbështetur për Beitul Ma'mur. Beitul Ma'mur është shtëpia në qiell, rreth të cilës bëjnë tawaf 70.000 melaçe më rana ditës dhe nuk i vjen rani me bë tawaf për zdyti deri në Kiamet. Pse? Atë që ka numër të madh të melaçeve nuk i vjen rani deri në Kiamet me bë tawaf për zdyti. E numri i tyre është aq i madh sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon që i ka pa melaçet në secilin qiell. Thot kom pa dikush duke nejt në qiyam, namaz në kom, dikush duke nejt në ruku, dikush duke nejt në sejdë, e dikush duke bë tesbih. Edhe në fund thot, kur të vjen dita e Kiametit, kur ta ngritin kokën prej sejdës, prej rukus, kanë mi thonë Allahu xhalla shanuhu, o Allah, s'kemi boj ibadet çet sa ti e meriton. Allahu akbar. Sikur mos ishte të ndëru vllazën, rahmeti Allahut me na çon në xhenet, veç rahmeti Zotit. Ku për neve me 5-60 vjet ymër, e me 3-40 vjet ibadet, e me këtyne 3-40 vjetve me 100.000 telashe, e me 100.000 dhe me lëk, e sa namazit të na ik, e tu mundu veç me falë gjumon, me laqet, porin pa hesab vite, me mija, milione ose një Allah dhe miliarda. Edhe në fund pëjtojnë Zotit, o Allah, ti e i lartësum, na falë se nuk të dham hakun një ibadet, sa meriton ti. Vetëm një gjë, duhet me të lanë me shpresë, mendimi mirë për Allahun edhe mëshira Zotit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë nuk hyn askush në xhenet pa rahmetin e Allahut, si mos ta mëshirojë Zoti për punët e tua paç. I thani ja Rasulullah as ti? Pejgamberi tha, askën se shtin punët e veta, ta përmirësoj. Askën se shtin në xhenet punët e veta. Thani ja Rasulullah as ty? Tha jo, përveç nëse Allahu më mëshiron me rahmetin e vet. Nëse Allahu nuk jep rahmet për robin, nuk duhet më mbështet. Kjo është tërheqje e vërejtjes, që sado që bën ibadet, prap dush me akuzu vetveten. Mos më thon ku më boll, sepse një njeri i cili ka thon ku më boll, ka thon një herë njëri. Allahu xhaleshanu e ka sfidu. Edhe me veprat e tija ka dash me çun xhehenam. Transmeton Imam Tirmidhiu se Allahu xhaleshanu ka dash me lën mësim për neve një njeri i cili ka jetu në një ishull, ka pas me ngranë dhe me pija, aty pa pas nevojë me punu, nga pemt
ati vendi, edhe ka ba Allahun ibadet 500 vjetë. Veç është falë, është lutë, s'ka punu kur gja. Kur Allahu Azza wa Jalla ka marrë të vetja ati, i ka ndëgju ky burr të i thonë Zoti me laqeve futeni në xhenet robin tim me rahmetin tim. Pra shpirtin e tij, sepse trupi qëndron në varreza adim deri në kiamet. Atëra i tha Allahu Xheleshanu Zot, po du në xhenet veç me punët e mia. Sepse jam marrë mendja që 500 vjet ibadet janë bajagu shumë, pa punu e pa u lodh. Atëra Allahu i lartësuar i tha në rregull, vendoseni mirësin e dritës synit në një anë të kanarit, peshojës, në anën tjetër vendosni punët e tia 500 vjeçare, a ka la borgjin e dritës synit. Kur vendosen melekët peshoj drita synit ndaj 500 vjet ibadet, tha robi im kërkoj vetë gjykim të tillë, edhe pe i bjen që me këtë gjykim ato me çun në xhehenam. Tha merrni robin tim çojini në xhehenam. Por Allahu është i mëshirshëm o Zoti, shumë Zoti ka rahmet madh. Shumë. A i rapi shmana, më në Zot tha, më falë se gabova, në qa me rahmetin tanë, në xhenet. Edhe kur gabon njeri dhe në ditë kiametit, para mendo, edhe në para gjykimit, Zoti i mëshiron robët të vetë. Ai tjetri ka ardhë, i ka thonë fëmijëve të vetë kur të vdes, kalmani trupin. Pse o babë? Tha Zoti, qa që këmë bo keq, sa një pjesë trupit tha të hinit, kur të ma dizni trupin, qëtë në tokë, një pjesë qëtë në ujë, një pjesë në ajrë, kur të fruje era, shkani me një majt malit, le të shpëndat. Pse babë? Tha, mos me më rinjallë Zoti. Çfarë gabimi? Ka mendu që stakfirullah s'mund me rinjallë Allahi. Tha se, qatë shumë për këmë bo punë këqia me më rinjallë, më dënan Allahi. Pitutës. Allahu Gjeleshanu i tha, ati pluhuri, kun feje kun bëhu, edhe u bon njeri apet, edhe murë para vetës i tha, pse veprove kështu robe, kjo kufër është. Me mendu që Allah s'mund me të rinjallë, dalish për fesë dhe në xhehenami e për gjithmonë, Allah i në rujtë. Po normal, nga i një ranca, ka bo pa dije, pra ndaj keni kujdes mos i akuzani njerëzit, edhe nëse folin diçka, që s'ban mu fol, këshillani, ama mos i akuzani me bo me gisht këta. Këshillani, se na kemi rolin e këshillusit, rolin e afrusit, jo rolin e refuzusit, kundërshtuesit ose të gjykatësit, se kemi këtë rol në dinën e Allahit. Atëri tha, o Zot, vallai nuk më ka shti asgjë veç frika prej teje, mos po më dënosh. E tha, bash që ke bë pi frikës dënimit që unë kam të fal. Edhe Allahu xhel e fali. Nëse po kthem te Ibrahimi alayhis salam, takimi mes këtyre dy madhështorëve, se u lidh te qielli dhe ibadeti me laçeve, ky muhabet që dola deri këtu, te Beitul Maamuri po qëndron Ibrahimi i mbështetur. Tha Gjibrili alayhis salam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shko tha përshëndet e babën tan Ibrahimin. Shkoj, i dha selam, edhe ja kthej selamin dhe i tha mirë se vjen. O evlad i khajrit, pasas i khajrit, edhe pejgamber i khajrit, i mirë. Pastaj, aty Ibrahimi a.s. e boni një muhabet me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, por dobija e këtij muhabeti kthehet te na. Te na, të gjithë na. Kthehet te na. Ajo është, i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, boni selam umetit tan. Që jep me kuptu se Ibrahimi a.s. të ka bën dhe ty selam, të ka përshëndetur dhe ty, edhe të ka dhënë këshill. Përgatituni, tha, për xhenet. Kush po fol? Po fol ai burr i cili e ka pa xhenetin. Ai burr i cili është në xhenet. Ai burr i cili po të flet nga përvoja. Përgatituni për xhenet. Sepse toka e saj, dheju i saj, është shumë i mirë. Uji i saj është shumë i ëmbël, apo i tij, xhenetit. Është shumë i ëmbël. Është tokë e rrafsht, e zbukurani, e ndreqni,
e ndrashni pallatët e juja, e hieshani me fjalën Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Këto 4 fjalë, Ibrahimi a.s. ne I ka thënë selam neve. Edhe pse në renditje ulemat kanë thonë mundesh me ndru Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar, në fund La ilaha illallah. Ose që është kanë në hadith, Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tash Ramazan, ban me gishta me të spet, qësh dush? 100 herë, 200 herë, Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. S'ka lidhje, mundesh edhe nëse e ndron, nëse rasisht, sepse veç të spet e namazit, ku të bëjmë namaz, kush zohet me thonë mas pari Subhanallah, 33 herë, pastaj Elhamdulillah 33 herë, pastaj Allahu Akbar 33 herë. Nëse bëjmë dhikr për gjithshëm, jashtë namazit, jashtë kohës namazit, lejohet me I përzi këto, me thonë, për shembull, për spari Elhamdulillah, pastaj Allahu Akbar, pastaj Subhanallah, edhe nëse e ndron, këtë renditje nuk ka fa probleme. Ky ishte takimi më I madh që e ka bën dikush me dikan, ndërsa përfitimi, kjo është këshilla, Ibrahimi e dha këtë këshill për ummetin, kurse përfitimi më I madh I ummetit nga udhëtimi I pejgamberit alayhi salatu wasalam prej një pejgamberi tjetër, ishte përfitimi I ummetit nga Musa alayhi salam. Ku Allahu ja boni bërgj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 namazë në ditë. Derisa shkojnë në qiellin e 6, edhe u taku me Musa alayhi salam. Musa e pyeti tha çfarë dhurate dha Zoti? Ai tha ma dha namazin. Sa? Tha 50. I tha Musa a.s. Ktheu të Zoti, lyp lehtësim se unë kam pas punë me njerëzit e di se ata kanë me të kundërshtu me thonë shumë 50 namaze. Ne I themi Musa a.s. Allahu të shpërbleft o Musa. Allahu të nderoft. Allahu të gradoft në xhenet. Ti ke thonë për neve kanë me thonë 50 namaze shumë. Me bo me një ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe që ato 5 namaze janë të thonë shumë. Ti ke thonë për 50. Unë për të thonë 5 edhe janë të ju dukë shumë. Me bo njeri me I falë disa muj 5 vaktët, disa muj, 3 deri në 6. Ka me pas se qaq letë është namazi, qaq Allah e letën, qaq e mundër është shumë normale me mujtë më falë. A dim sa normale? Se qaj që të ka kriju, qaj inxhinieri, që është ekspert I ekspertve, qaj që është më I miri, krijuesi I vetëm, që Allah ka thonë, Allah është krijuesi më I mirë, s'ka krijues tjetër, pas Allahut, ai e ka ditë në konstruksionin tënë, të kalon aty atë qipin, atë kodin, që ti me mund mi falë 5 vaktet. Apo mendon që Allahu e ka bën obligim 5 vaktin me e nxon robin ngusht, e ky s'ka me mujt, t'ja bëj bërgj. Jo, vallahi jo. Pashallahin jo. Na që I falim 5 vaktet, të vllaznia që, na ju garantojmë, vallahi billahi dhe tallahi, nisja fali 5 vaktet, se Zoti ka me ta letu, qysh do që e vjen puna, ka me ta letu. Vetëm Allahu e lyp një sen prej neve. Hapin e parë me e bona, edhe me e bo sinqerisht. Kur ta bën sinqerisht për I Zatë Zotit. Zoti pastaj vetë ti qel udhët. Çuditësh ti çuditësh qysh po mund mi falë. Unë që ku menu që s'muj mu falë, po muj mi falë, mundesh mi falë 5 vakte. Kjo këshilla më madhe që e ka thonë Musa a.s. ummetit. Ndërsa mirësia më madhe në Isra dhe Miraj që Allahu ja ka dhënë ummetit ka qenë namazi. Pra, një këshill në dha Ibrahimi, një këshill Musa, edhe një dhuratë Zoti. Zoti e bën I bërgj 5 vaktin. Dietarët kanë thonë, kjo është si shaj që ai I cili fal 5 vaktin, lidhet me Allahun qysh ka shku pejgamberi alayhi salatu wasalam në qiell dhe ka fol me Zotin, është lidh me Zotin, të njëjtën gjë e bën edhe besimtari, duke fol me Allahun xhaleshanu por pa pas nevojë me shku deri në qiell.
Losë Allahun xhel që të na bëj për atyre që falim 5 vaktin, jemi të kujdesshëm për namazin edhe japim besën Allahut në këtë Ramazan, që mos më elon Masudit. Edhe nëse s'mujmë me fal farze e sunete, atë s'pa ku t'i falim vetëm farzët, e dal ngadal pastaj me kaludat e sunetit. Zoti na